A ke qenë paragjykuar nga familjarët, nga shoqëria, kur ju ke tregu që fillimisht kime nisë me drifting? Si fillim më thoshin gjithmonë çfarë je duke bërë, por që nuk e kam pas edhe ashtu gjykimin e rënd, domethënë që nuk kam pas shumë, nuk jam has me probleme shumë. Por pastaj kur fillova me driftin, ka qenë nana ajo që më ka thonë çka je tu bo, shka kuj rreziqeve që po i marr. Do me thënë nëna s'ka qenë paragjykuese, por ka qenë ajo që i ka mendu rrezikun që mund të ndodhë. Po njëkohësisht edhe si komp shqiptar, do me thënë do të kesh probleme që je nane 2 fëmijëve, je nuse, do me thënë që ato kanë qenë paragjykimet e nanës, mas parti tana kuptohet edhe tjerë. Fillim pak jam bo me dyshime, por që mbështetja e burrit ka qenë për kraja më e fort, mund të them. Njëkohësisht edhe vllaut, edhe kom thënë s'do ta ndaloj, është pasion, është diçka që nuk i merr tollat askujt, nuk ja merr kohën askujt, domethënë është gjithçka imja dhe nuk do t'i prish ëndrat për njerëzit që më rrethojnë.